Një raport i ri investigativ nga Reuters ka rikthyer në qendër të vëmendjes një nga misteret më të mëdha të artit bashkëkohor, kush fshihet pas figurës enigmatike të Banksy. Sipas këtij hetimi të thelluar, artisti i famshëm i grafiteve mund të jetë identifikuar më në fund. Raporti pretendon se Banksy është në të vërtetë Robin Cunningham, një 51 vjeçar nga Bristoli. Gazetarët bazojnë përfundimet e tyre në një sër provash të mbledhura ndër vite, për fshirë fotografi të publikuara nga ish bashkëpunëtor, një shënim të vjetër nga një arrestim në New York në vitin 2000, si dhe gjurmë të një udhëtimi që artisti bëri në Ukrainë në vitin 2022. Sipas tyre, Cunningham mund të ketë përdorur emrin David Jones në vitet e fundit për të shmangur identifikimin publik. Megjithatë, këto pretendime janë kundërshtuar menjëherë nga përfaqësuesit ligjor të artistit. Avokati i tij deklaroi se shumë nga detajet e publikuara nuk janë të sakta dhe paralajmëroi se një zbulim i tillë do të cënonte rënd privatësinë dhe sigurinë e Banksit. Ai theksoi se anonimiteti nuk ishte thjesht një zgjedhje personale, por një mjet i rëndësishëm për mbrojtjen e lirisë së shprehjes, duke u mundësuar artistëve të kritikojnë pushtetin pa frikë nga hakmarrja apo censura. Banksy është bërë një nga figurat më me ndikim në artin bashkëkohor, fal stilit të tij unik dhe mesazheve të forta politike e sociale. Veprat e tij janë shfaqur në qytete të ndryshme të botës dhe shpesh trajtojnë tema si lufta, padrejtësia dhe të drejtat e njerëzit. Ndër vite, shumë teori janë ngritur për identitetin e Banksyt. Ka pasur gjithashtu spekulime se Banksy nuk mund të jetë një individ i vetëm, por një kolektiv artistësh. Pavarësisht interesit të madh publik dhe përpjekjeve të vazhdueshme për ta zbuluar, misteri mbetet një pjesë thelbësore e identitetit të Banksyt. Për shumë admirues, pikërisht ky anonimitet i jep veprës së tij një dimension shtesë dhe e bën atë edhe më të fuqishme.